Jurgen Jasula është bërë sërish protagonist në kampionatin bullgar të futbollit duke shënuar një nga dy golet e fitores së Litexit 0-2 në transfert kundër Neftokimik Burgas, sfidë e vlefshme për javën e 14. Dy lojtarët e kombëtarëve shqiptare të futbollit, Jurgen Jasula dhe Armando Vajushi, i cili kohët e fundit është lënë në hije nga trajneri Gianni De Biasi, kanë qenë edhe këtë javë titullar të padiskutueshëm tek Litexi, ndërsa performanca e dy lojtarëve shqiptar ishte vërtet mjaft e mirë. Miqt kaluan avantazh në minutën e 42 nëpërmjet një autogoli të Lemperov, ndërsa në minutën e 79 të sfidës ishte fantazisti Jurgen Jasula, i cili shënoi golin e 5 në kampionatin bullgar në këtë sezon, dhe të dytin në këtë takim duke i dhënë siguri maksimale Litexit në marrjen e 3 pikëve të çmuara, të cilat e mbajnë skuadrën në vendin e parë në rënditje me 31 pikë, pa aq sa ka dhe Ludogorets. Pikërisht ndaj rivalit të madh për titull, Jasula një javë më parë kishte shënuar një tjetër gol të rëndësishëm në kampionat për Litexin. Ndërkohë veç Jasulës, nga shqiptarët në Europë ka shënuar edhe Armando Sadiku, një gol në kategorinë e 2 zvicerane. Sulmuesi Elbasana se realizoi me penalti një nga 3 golet e fitores së Luganos, 3-1 në shtëpi me Schaffhausen.